Ato barierat dhe sfidat me kanë bërë këto që jam. Kërkoj asgjë nga askush, përveç nga Zoti, nga krijuesi im dhe nga natyra, nga gjithësia, çfarëdo që vjen nga ndjenja, do thotë nga drita, nga dielli dhe nga gjërat e bukura, unë thjesht i ndjej, i përjetoj, i përpunoj, i kultivoj dhe i përçoj. Për që sot Zana Fatime na ka sjellur këtu. Përndryshe tematikat e saj janë shumë interesante. Fatimja është histori, një histori e dhimbjes edhe sakrificës. Nuk dua të jem as poete, nuk dua të jem as këngëtare, nuk dua të jem as kushi, dua të mbetem vetëm vlerë. Pse? Sepse kjo më dallon nga të tjerët. Përshëndetje ndjekës të Historitjetës. Jemi në qytetin më të bukur të Kosovës, në Prizren. Jo rastisht. Sot jemi në artiste shumë të mirë këtu. Një artiste që ka dhënë shumë, sidomos në qytetin e Prizrenit, por në gjithë Kosovës. Është një poete, një shkrimtare, një grua shumë dimenzionale. Përndryshe është një person që e dojnë shumë, është një grua shumë që jep dhe ka kontribuar shumë. Përndryshe për sot, na kemi lënë një takim me të nderuarën tonë Fatime Kalimashin, të cilës ju uroj mirëseardhje në intervistën tonë Historitjetës. Përshëndetje dhe faleminderit që ju ka shku mendja fillimisht. Sepse e di që emisioni juaj është shumë i ndjekur dhe shumë i shikuar dhe shumë i vlerësuar faktikisht për vetë faktin se çdo rrëfim i njerëzve, i grave edhe gjithë atyre që kanë përjetuar, sepse mendoj se secili ka një histori në vete dhe ata e shprehin dhe rrëfejnë përmes emisionit tuaj. Sigur kam njerëz si ju, njerëz të mëndaj që më lërësojnë si ju. Është kënaqësi për ne si gazetar. Për vetë faktin se historitë e jetës, secili ka një histori dhe historitë e jetës nuk rrëfehen, nuk tregohen, por nga njerë është mirë sepse mund të kenë një impakt, domethënë dhe ndikimi i tyre pozitiv është pothuajse i detyrueshëm nga ne, sadopak që të jetë thjesht një motivim për të tjerët që gjithë ata që kanë nevojë ndoshta këtë breng ta shprehin, pse jo mos ta thonë, qofshin në intervista, qofshin në forma të ndryshme, kur kanë një rast për shembull për ta treguar. Filluam pak në histori. Shumë interesante është kjo. Si cili person në jetë kemi shumë të kaluara, kemi gjëra që na kanë ndodhur shumë interesante. Më tregon, cila ka qenë histori që ka lënë gjurmë jetën tënde, Zana Fatime? Kam histori edhe të bukura, edhe të hidhura, edhe të ndryshme, por që ato që kanë lënë gjurmë jetën time janë ato shkëputjet e vendlindjes, kur kam shku për shembull në Zvicër që jam ndjetë totalisht e humbur me një vend huaj, me njerëz të huaj, pa ditë gjuhën, s'kisha person të familjes sime dhe që atje kam kuptuar rëndësinë e çdo gjë që jam lindur, kam frymuar dhe jam rritur në këtë vend të bekuar. Sa ka pasur vështirë këtë qëndrimin jashtë vendit, me atë, domethënë që ka ndryshime shumë vendi me ku jem Kosovë dhe vendi ku ndodhesh ti atje. A ke pasur sfida, barriera? Patjetër, po ato barierat dhe sfidat me kanë bërë këto që jam të jem vetvetja dhe ndoshta ka qenë vetë fakti që unë kam luftuar për të treguar gjithë këto vlera, ku edhe sot jam falendëruese për gjithë ata që më kanë mbështetur në këtë rrugtim. Jam mirënjohëse për gjithë ata që më kanë vlerësuar dhe më kanë motivuar për të qenë unë në atë ëndrrën time dhe në atë folen ku kam gjetë vërtet qetësinë dhe ndihem thjesht aq mirë sa që mendoj që ato vujtja, ato dhimbje, ato peripecit gjithë më kanë kalitur dhe më kanë përgatitur të jem kaq e gatshme për me dhënë nga vetja, sepse ne mendoj që nuk mund të japim nga vetja po që se nuk posedojmë. Sigurisht na dëshirojmë na dhurojmë, po nuk japim shumë. Këtë kem si shqiptar, domethënë që kërkojmë shumë, po nuk japim. Tek unë është e kundërta, sepse nuk kërkoj asgjë nga askush, përveç nga Zoti, nga krijuesi im dhe nga natyra, nga gjithësia, çfarëdo që vjen nga ndjenja, do të thotë nga drita, nga dielli dhe nga gjërat e bukura, unë thjesht i ndjej, i përjetoj, i përpunoj, i kultivoj dhe i përçoj. Dhe më së shumti ndoshta është edhe qëllimi im që ato që kam mësuar në jetë, të mundohem që t'i përcjell edhe tek të tjerët.
Cila ka qenë mbështetja më e madhe në jetën tënde? Për njerëzit që e ke marrur. Mbështetjen më të madhe në jetë. Mbështetjen më të madhe në jetë e kam marrë prej familjes sime, prej bashortit dhe prej fëmijëve. Sigurisht që prindrit kanë qenë ata që më kanë dhënë dashuri, më kanë mësuar se çfarë është respekti dhe çfarë është bamirësia. Dhe më kanë mësuar se çfarë do të thotë të jesh gjithmonë afër të tjerëve për t'i ndihmuar me nevojat që ata do të thotë janë çfarë do lloj nevoje që kanë. Ndërsa këtë pjesën e guximit, sfidat më kanë bërë të guxoj, edhe kur jesh i vërtet, edhe i ke ëndrat e tua përpara, ke gjithmonë ato piksunimet e tua që ke ndryuar me vite dhe vjen një ditë që thua po prit, unë nuk dua të jetoj për qefet, për teket e tyre, sepse kanë shkuar sa vite dhe ti çfarëdo që ke dhënë nga vetja, çfarëdo që ke bërë, qoftë i ke ndemuar, qoftë i ke përkrahur, i ke vlerësuar, por në fund nuk e marrur në këmbëm po të njëjtën monedhë, po të njëjtën vlerësim dhe vjen një ditë që momente që nuk je për ta, jo që nuk je, por nuk japish sa që ke dhënë, edhe thush prit, atëherë ti ndoshta tash është momenti yt, sepse në këtë formë ti kupton njerëzit jenë atë paralela jo. Që shumë këra e harrojnë veten, duka për të qenë dikujt tjetër, e lën veten anash, për të qenë me të tjerë të mirë, mirë po jo dhe me veten. Jo për gratë, po në përgjithësi unë flas për shumë njerëz se po njerëzit empatik, njerëzit e mirë që janë ata që lëndohen, ata bashkëndje e dhimbjen, prandaj janë edhe për të tjerët, sepse vendosin veten gjithmonë në pozitën e tjetrit. Se nuk është lehtë do të thotë të jesh i mirë, por po të duash të jesh i keq është fare lehtë. Po unë kam zgjedhur atë pjesë sepse nuk dua që të jem e mirë, po njerëzit lindin të tillë dhe ti nuk mund ta ndryshosh, domethënë vetveten për dëshirët dhe për teket e të tjerëve. Atime në duar kemi edhe librin, një libër që kohët fundit e ke lexuar apo? Po, ky libri i fundit ka dalur në dritë në vitin e kaluar. Është Fatimia, roman pjesa e dytë e kemi në duar. Është një libër që sot Fatimia na ka sjellur këtu. Përndryshe tematikat e saj janë shumë interesante, me sa kam kuptuar që them drejtën bëm real se kam lexuar. Dhe po jam informuar për njerëzve të afërm të zonës Fatime, nga gazetar, nga njerëz që ka shumë dashur. Libri Fatimia është një histori e dhimbjes edhe sakrificës, por që kur ti don që ta bësh një përmbledhje dhe një mesazh që ta përqosh tek shoqëria dhe gjithë ata që duan të jenë gjithmonë spari në shërbim të jetës, për të qenë e përmbushur me çdo ëndër dhe çdo dëshirë. Unë kam zgjedhë pikërisht që të shprehem gjithmonë me librin, me letrën, me krijimtarinë time, edhe faktikisht aty e kam gjetë veten, po edhe shumë Fatime të tjera që kanë treguar histori, siç është emisioni juaj, por histori rrëfimesh gojore dhe kanë gjetë konfidencën, domethënë besimin, edhe unë kam bërë një përmbledhje dhe kam marrë këtë guxim, po edhe dëshira ka qenë për ta botuar, edhe pse nuk kam menduar që këtë ditë ta botoj. Vitin e kaluar kam thënë kur të bëhem një ditë në moshë të shtyr, edhe po në moshë të shtyr, ndoshta do ta kem kuptimin më të madh, por duke parë se teknologjia ka bërë vetën, duke parë që ndryshimi i njerëzve domethënë është bërë gjithçka pothuajse pa ndjesi, gjithçka artificiale, nuk është ajo ndjesia kur rri me dikë edhe ndjen atë afërsinë, dashamirësinë, bisedën, prezencën e tij. Thjesht mund të jesh prezent me dikë dhe nuk je aty për aty, domethënë nuk je prezent vetëm përveç se fizikisht. Dhe për mua këto pjesë kanë shumë rëndësi. Është shumë e rëndësishme kur ti i kushton dikujt domethënë kohë, ti kushton rëndësi, domethënë vëmendje për çfarë je takuar, për çfarë i ke kushtuar atë kohë, sepse koha nuk ka çmim. Jo vetëm të jesh formalisht, por të jesh aty 100%. Të jesh për të dëgjuar, të jesh për të kuptuar, edhe nëse nuk arrish të kuptosh, nuk është fajit, por paktën të dëgjosh.
dhe ta mirë kuptosh dhe mos ta gjykosh, sepse gjykimet janë një farforme që mund të shkaktojnë dhimbjen më të madhe tek njerëzit dhe mund t'i humbasish shumë lehtë. Po të më mbet pak të libri, a ka bërë diçka me jetën private tëndën? Që po, sigurisht që po. Ta dhe vete kanë, do t'a gjenë shumë Fatime, shumë gra tjera. Po, unë kam gjetë mënyrën që përmes librit ta përcjell mesazhin, qoftë domethënë kërkesat e Fatimes, nevojat e Fatimes, dëshirat, ëndrat dhe gjithçka që ajo kishte nevojë për atë udhtim son nuk e shoh këto që është diçka tragjike, sepse nuk është vetëm një Fatime që ka përjetuar dhimbje ose sfida, ka shumë, por ajo që jam e lumtur dhe krenare jam që unë kam arrit, domethënë përmes jo vetëm përmes librit, por përmes sfidave, përmes luftës që kam bërë dhe atyre bindjeve të mia që kam arrit që t'i bind edhe të tjerët dhe t'i vetëdijsoj për atë që për mendimet e gabuara, për çdo gjë që ndoshta kemi pas dy bota ndryshme dhe kam arritur që njerëzit t'i mbaj rreth vetet, të më mirë kuptojnë, të gjejmë gjithmonë një gjuhë të përbashkët, dialog dhe mirë kuptim. Por respekti asnjëherë nuk ka munguar, kështu që jam me fat që tani them jo vetëm unë që jam e lumtur, por edhe është një krenari e familjes sime që unë kam arrit të ruaj raportet familjare, të ruaj raportet shoqërore, miqësore dhe për këtë jam shumë falendëruese familjes së ngushtë, familjes së gjerë, por gjithë shoqërisë. Përmendë miq, a kema shumë miq apo armiq? Unë s'kam armiq. Pse thua s'ke armiq? Sepse unë s'kam armiq, se unë nuk krijoj armiq. Nëse unë jam një armike e tyre, është problemi tyre dhe çështja e tyre. Unë s'kam armiq. Nuk mendoj që unë kam armiq. S'kam armiq, sepse nuk e mendoj këtë pjesë. Nuk di pse duhet kemi armiq. Kur unë gjithmonë njerëzit i konsideroj njerëz të afërt, njerëz të zemrës, ju dua vetëm të mirën dhe ju dëshiroj çdo të mirë. Nuk e ndjej unë këtë pjesën e armiqësisë në jetën time, sepse as urrëtie nuk e ndjej, nuk e njoh. As xhelozi nuk e njoh. Kemi shumë njerëz që thonë jemi të rrethuar me armiq, këto çdo ditë domethënë jemi të rrethuar me armiq, kemi pasur njerëz që thonë kemi shumë armiq. Po, o tash kemi raste që ndoshta një person duhet të krijojë një miqësi të mirë për mos më pas armiq si ju që thonë. Unë nuk njoh armiq. Mund ti mos ju dukem të gjithëve që jam ai njeri i mirë, mund të mos ju pëlqej të gjithëve. Mund të mos janë të pajtimit me mua, por prap nuk është problemi im dhe nuk është çështja imja. Mund të kem mendime të ndryshme, mund të kem përplasje të ndryshme, keq kuptime, mosmarrveshje, por mendoj që qëllimet kur janë të mira, çfarë të keqe ka? Tani pak tek muzika. Kemi parë disa këngë që i ki realizuar, janë këngë të mirë fillta. Mirë po just kemi parë prezencë shumë që ke thënë jam në dasma, në organizimet ku janë bërë disa persona që tek shkon në kjo pjesë komerciales, pjesa e fundit që është bërë me inteligjencë, kanë filluar shumë të i hub imazhi dhe muzikës. Pse ti nuk je në mesin atyre njerëzve? Pse nuk je ti në dasma? Nuk dua të jem as poete, nuk dua të jem as këngëtare, nuk dua të jem as kushi, dua të mbetem vetëm vlerë. Pse? Sepse kjo më dallon nga të tjerët. Dhe dua të jem ajo që unë dua të jem momentet kur njerëzit kanë nevojë më shumë se kurrë, vetëm atëherë kur vlerësojnë thelbin e gruas shqiptare, thelbin e nënës shqiptare, e vajzës dhe e motrës. Nëse unë vlerësohem, dua të vlerësohem si njeri. Mund të kesh diploma, mund të kesh gjithçka pasojën e botës, po jemi të gjithë njerëz, por njerëzorja mbetet njerëzore. Pra ajo as nuk blihet, as nuk shitet. Të jemi njerëz është mbi të gjitha. Dhe kjo pjesë ndoshta më bën që edhe nuk varem nga muzika, as nuk varem nga libri, meqense se librat nuk kanë çmim. Është këtu një pasuri, një thesar që nuk bëhet me pare, nuk bëhet me lek, sepse këtu është
shpirti i derdhur, është burim, është diçka që gjithmonë ti ke pas atë ndjenjën që të qenurit aq i kristalizuar, aq i pastër, aq i brisht, aq i pafajshëm, saqë nuk je detyrimisht që të dëgjojnë, që të kuptojmë, por ti i thua gjithçka që ndjen, e thua në libër. Ai që do të kuptoj, do të mësoj për ty, le të urdhëron në qetësi, në heshtje, pa bërë zhurmë, pa bërë buj, pa bërë për t'i bërë mundje keq, sepse fjala është shumë e rëndë, fjala është më e rëndë se plumbi. Dhe kur ti lexon, ke kohë edhe për ta analizuar, edhe thjesht për aty ti e kupton vetë se nuk po përballesh me personin, po përballesh me realitetin.